është nona e këtyne, se e ka fuqi shumë shërusit mira, domthonë për këtë smundjet, faktikisht për çdo sen safrani. 1 gram është 37,5. Se ky shkon paralel me arë. Safrani, e kom thonë edhe ndoj emisione tjera, e thamë me një farë fjallë si thjesht, është nona e këtyne. Domthonë është shefi i qytyne e krejt. Se e ka fuqi shumë shërusit mira, domthonë për këtë smundjet, faktikisht për çdo sen safrani. Domthonë këto janë për, hajde ta zëm, 30 smundje, 50, 100. Ky nëse është 1000, safrani është për 1000, për krejt. Dhe më i mirë se mjalta, dhe më i mirë se çdo sen. Po për çoja edhe se erz, se ky përdoret edhe erz, apo din? Erza dhe asaj, safrani s'u afrohet kukush, mirë po edhe çmimi është shumë i shtrenjtë. Se kjo për shembull 1 gram është 37,5. Domthonë 37 euro kushton 1 gram. Unë i kam halat çmimet e vjetra, se ky shkon paralel me arë. Ama safrani pistili 100%, jo ka për shembull safrana bio, për që i kanë qitë pesticide edhe e huptan atë fare efektin e vetë. Kjo është domthonë ai që mu ma kërkojnë shumë, ta vesh me rezervacione, se s'ki shans me, po s'muj me bo me shumë. A ky tjetër i shkon për shembull supa, sallata, ushqim që e kombinoj për shembull për smundjet e kancerit, e jap këta, është shumë i mirë. Edhe ky, domthonë IPA-t. Qysh e përdor këto më shumë? Këta për shembull, po, këta për shembull është mirë me përdor pistila ju thujen aty në fare. Vjen ato fare. Është mirë veç mirë, se kjo përdoret edhe në ushqim edhe si çaja. Po pistili përdoret kështu veç. Domethënë 5 copa, unë për veti i shti. Që mu, pse ishti unë për veti në gojë, ose shkam ka ndihmu mu, edhe unë i kom bajt syzat e leximit, kur jam kthy pi Zvicrës. Tash ato shokët e mi kur vinë më vizitojnë sa herë, dhe thojnë prej me, si tu bëha i gore, po prej me, thamë me vërtet, po shka ke përdore, kom përdore këta. Drejt për të kalcaj. Edhe tash i shoh telefonin ato vijat që si pasha mirë, tash i shoh pa problem. Kje dhe rasti tjera kështu që kanë ardhur për po, këta e kam një zoj, për shembull, një zoj kam ma shumë, po një zoj e të tovë, që ka pas ma ka quen një fotografi dhe kom pas një kavanaz e gjys. E ka provu një herë me një, që ata janë konë fundit, të në ka orë dhe ka marrë dhe qatë gjysën, me një herë, dhe më një kavanaz ndikon shumë. E ka përdorën qëtë formën teme, jo në ushqim sup salat, ose qaj, po e ka përdorë që ashtu pistilat vetë në gojë. Ka 5, ka 5-6, ashtu, jo mi shti 10-15 për me njerë, se i furto. A shumë i mirë kjo. Po, për qëta. Për qëta safronin ndesh me ditë, kur e ka se safrani edhe prej ardhën e ka pi Persijës, Iranit të sotshëm. Producenti më i madh në botë është Irani për safran. E ata e kanë përdorur për mi u ikë operacioneve safranit. Domthonë prej me i ka pastru kapilarët. Domthonë kjo i pastron edhe venat, i pastron edhe arteriet, po kapilarët ato që bësh me mikroskop ky i pastron. Edhe ja rikthe, që ati që ja rikthe, shiqimin e të mos të mërzitët teri sa të ka ju me rënu, i ka punë të mirë. Po duhet me përdor ka një hera, po dhe me përdor, se për me edhe ky kushton, ma shumë i mirë. Me përdor shumë, me me të pru shumë nuk banë. Kom thonë ndoj emisione tjera, për shembull, ky përdoret me karar, që me thonë me kujdes, se me bo për shembull 3-4 kavanoza e myt një njeri. Përse ata s'ban shumë me shkudura, me thonë hajt t'i qesë, se po mdo këtë vich pak, se më të ko.